Ish-kryeministri Sali Berisha reagoi sot nga dera e SPAK, duke akuzuar ish-drejtuesin e saj Altin Dumani se kishte firmosur 16 kërkesa brenda një dite për të hetuar pasurinë e tij. Sipas tij janë hetuar madje edhe mbesat e tij, të cilat në atë kohë nuk kishin lindur. Por për çfarë bëhet fjalë dhe cilat janë institucionet që kanë dorëzuar të dhëna për Sali Berishën? Sipas listës së siguruar nga pamfleti, bëhet fjalë për 12 institucione, pasi në disa institucione ka pasur nga 2-3 kërkesa. Kur nisën hetimet për dosjen Partizani, SPAK nisi edhe verifikimin pasuror të familjes Berisha dhe hetimet janë shtrirë në disa drejtime, duke kërkuar të dhëna nga Bashkia e Tiranës, tatimet, doganat, kadastra, ILDKPI dhe një sër organesh të tjera. Këtu keni një listë kërkesash të firmosura nga Altin Dumani për 16 institucione për të hetuar Sali Berishën dhe mbesat e tij, edhe 4 vite para lindjes së tyre, dërguar çdo institucioni pa asnjë lidhje, vetëm në kërkim të zbatimit të urdhrit të Edi Ramës, i cili tha se SPAK duhet të hetojë dhe të ndëshkojë Sali Berishën. Kjo është lista. Ata brenda një dite kanë dërguar 16 kërkesa për hetim 30 vjeçar, u shpreh Berisha. Në fakt, siç mund të shihet edhe në dokument, kërkesat janë të periudhës prill-maj 2022. Në kuadër të hetimeve, SPAK më pas sekuestroi Amarbër Maltezit dhe Argita Berishës 25 pasuri. Në listë përfshihen vila në gjirin e Lalzit, apartamente, garazhe, troje e të tjerë. Edhe pse Berisha pretendon se këto veprime nuk kanë lidhje me dosjen, SPAK, si në raste të tjera, për shembull Ilërmeta, ka zhvilluar paralelisht hetim financiar, duke analizuar fitimet dhe shpenzimet në periudhën kur ai ka qenë në detyrë. Berisha ka 35 vjet në politik dhe hetimet janë shtrirë deri në vitin 1992, kur ai ishte president. Hetimet pasurore vijojnë, ndërsa mbetet për tu parë nëse do të ketë zhvillime të tjera në këtë çështje. Institucionet ku janë dërguar shkresat: Bashkia e Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Qendra Kombëtare e Biznesit, ILDKPI, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Teknologjisë dhe Informacionit, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Drejtimit të Pronave Publike, Ministria e Financave, Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë, Ministria e Mbrojtjes, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.